Shtëpia e fëmijës Zyber Alludhi dhe Inspektorati Shtetëror do zhvendosen së shpejti në godina të reja pas përfundimit të konkursit ndërkombëtar për projektet arkitekturore fituese. Në prezantimin e projekteve i pranishëm ishte kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e krijimit të kushteve bashkëkohore për institucionet që prekin drejt për drejt jetën sociale dhe funksionimin e shtetit. Sot me këtë projekt ne i hapim rrugë dy drejtimeve të reja për të ardhmen, duke krijuar kushte tërësisht të reja për fëmijët që janë duart e solidaritetit të shoqërisë, jetimët, dhe njëkohësisht edhe për korpusin e ri të inspektoriatëve. Dhe me këtë rast dua të falenderoj këtu kryeinspektorin që për 10 vite rresht drejtoi një institucion që lindi vërtet nga hiçi dhe u krijua nga e para dhe që sot është gati të bëjë një hop tjetër. Gjatë fjalës së tij, kryeministri rënditi edhe disa nga projektet e tjera strategjike që qeveria synon të realizojë në pronësi të shtetit. Fal i procesi do të kemi më në fund pas vitesh një stadium të ri të përmasave europiane, një tjetër vepër arkitektonike të denjë për historinë e re që po shkruajmë së bashku me këtë skuadër të jashtëzakonshme arkitektësh, bibliotekën e re kombëtare, një mjedis i shumë nevojshëm prej vitesh dhe njëkohësisht një tjetër vepër e spikatur në historinë jo thjesht vendit tonë, por historinë e arkitekturës bashkëkohore. Do të kemi po ashtu një kompleks të ri zyrash për administratën, për një numër të konsiderueshëm institucionesh. Do të kemi pallatin e ri të sportit. Duke ju drejtuar arkitekt dhe pjesëmarrës në konkurse, Rama theksoi se Shqipëria ofron mundësi reale dhe për ata që nuk shpallen fitues. Dhe njëkohësisht u them të gjithë atyre që do humbin, se një fitues do dali, që këtu në Shqipëri nuk ka të humbur në këto konkurse, sepse siç e dinë mirë shumë prej atyre që kanë humbur konkurse, edhe humbja është prezantim me vendin dhe pastaj ky vend nuk i lëshon ata që vinë, por përkundrazi i angazhon dhe jep mundësi që të angazhohen në projekte të tjera. Në përfundim, kryeministri nënvizoi se Shqipëria është kthyer tashmë në një pikë referimi në botën e arkitekturës bashkëkohore, duke tërhequr interes dhe projekte të nivelit ndërkombëtar.